duke kërkuar të vllajt të tij që ishte në vjedhësh të Roskovetit të dërgonte në një adresë të vlorë 400.000 sterlina pound, më falni. Domethënë duke qenë në këtë borxh, në këtë relativa, aty bëheshin vazhdimisht thirrje telefonike me video ku torturohej i vllai Ertil Buzi pra. Duke u njohur kështu në atë që quhet gjobëndësit ishin këta, por ky kishte bërë gola, ishte treguar djali i pa rregull, kishte nisur përfitime. Megjithatë nëna e tij në momentet që Ertil Buzi ishte akoma gjallë dhe kërkohej nga forcat Renea dhe kishte marrë peng të juarën e tij, nëna e tij na e besoi me shumë sinqeritet prej të moshuar dhe prej zemre nëne që shikota si bëi fjalë se djali kur erdhi nga Anglia erdhi me gjithë ato tragjedi, po djali nuk solli lek tek ne në shtëpi asnjëherë. Edhe vazhdimisht thotë kam dëgjuar në telefonatat që ja kërkonte këto lek personave familjarëve të vajzës, të Rosalindës. Dhe me sa duket dhe bisedat e fundit me Rosalindën kanë qenë pikërisht për këtë problem, për këtë presioni mbi Ertilin filloi sërish, që ai që mbeste gjallë duhet i kthente ato lek që fatmirësisht shpëtoi gjallë kur ishte në Londër i marr peng pikërisht nga banda kriminale të shqiptarëve në 2022-shin. Dhe vim në 2026 ku tronditja e tij psikike është shumë e madhe, pasi bëhet fjalë që kjo dinamika Rosalinda duhet ta theksoj këtë gjë. Shikoj në media prej 2 ditësh kanë dalë momente të hetimit të Rosalindës, mbasi u shpëtua nga pengmarrja e të tjera. Rosalinda është pyetur nga oficerët e policisë, u tha që ishte në gjendje shumë të rënduar psikologjike. Nuk them që nuk ishte në gjendje të rënduar emocionale, por jo psikologjike, pasi unë isha afër Rosalindës edhe në momentet që ajo i vajtonte prindrit, kishte një shenjë në faqen e djathtë me një fasho, kishte afër vllajën dhe nusën e vllajt, kishte një distancë të Rosalindës nga pjesëtarët e tjerë të familjes së anës së babait. Ajo qante mbi 2 arkmortet në dhomë, por duke thënë që ju vran. Pastaj kaloi në fund te kjo pjesa e që vrasjen e bëri Ertili. Unë do marrë hak, thotë Rosalinda në të sharat e veta, nuk kuptoi mirë kjo, por gjithsesi në atë moment që Rosalinda është pyetur mbas ndjerjes nga makina, nga pengmarrja 3 orëshe me Ertilin, nga negocimet 3 orëshe Reneas ajo doli nga makina, pra Ertili e la atë të shkonte tek punojtësi policisë. Në këtë rast themi që nuk u përdor asnjë negociator i familjes së Buzi, asnjë i afërm i Ertilit që të ndikonte pozitivisht. Pavarësisht se kam dëgjuar deklarata, jo ishte i dobët, jo ishte kështu, jo ishte ashtu. Ertil Buzi në momentet që ka kryer krimin ka qenë i dorëzuar në atë që quhet gabimi fatal i jetës tij, në golat që kishte bërë në Londër dhe në atë pjesë të parave që nuk i zotëronte më ai vet, por që po ja kërkonte njerëzve të thejuar se cila i kishte prishur këtë fejesë. Në 2 dhjetor të vitit 2025, Rosalinda Plaka i drejtohet pikërisht të komisariatit të Roskovetit, gjykatës së Thierit dhe merr një urdhër mbrojtje për 1 vit. Në asnjë nga raportet e gjykatës të lëshuara të urdhrat e mbrojtjes nuk ka një arsyetim psikologjik apo një faktim të shkakut të të prishjes së fejesë, një marrëdhënie merr fund apo të kërkesës me insistim për përndjekje të një personi që ka qenë i krijuar yt për 9 vjet, që me ty ka ndarë të mirë dhe të keqe, dhe që ta akuzon ty tani për mbajtjen e ca parave që duhet ja kthesh sepse jeta e tij është në presion dhe në rrezik. Duke u ngatruar në këto lloj interesash të pazyrtarizuara ndonjëherë, madje në momentin që ndodhi krimi, të afërmit e Rosalindës, zhallarët që u vra vllai i tyre në shtëpi, e pohuan që në fillim Ertil Buzi me armën kishte qenë në shtëpinë e njëri xhaxha dhe kishte shtyr derën në atë shtëpi. Më pas kishte shkuar tek shtëpia e Rosalindës, kishte shtyr xhamin, kishte hapur derën dhe kishte kryer masakrën, krimin mbi babain e Rosalindës dhe qelluar mbi maman e saj Beleren 51 vjeç. Duke qenë në këto kushte, ai e kishte rrëmbyer Rosalindën dhe i kishte kërkuar ta shoqëronte deri te makina. Por përsëri Rosalinda në momentet që i është rrëfyer punonjësve të policisë, nuk ka folur mbi parat. Nuk ka folur mbi atë pjesë të parave për të cilën Ertil Buzi u torturua në Londër, por që nuk i mohoi që t'ja kishte dhënë njerëzve të Rosalindës. As Rosalinda vetë, në deponimet e para, nuk ka mohuar konflikt për parat, por ka deponuar vetëm për raportin me ditën e krimit. Çka do të thotë që punojësit e policisë janë justifikuar me marrjen e dëshmisë, natyrisht në kushtet ku ka parë babain të rrëzuar në tokë. Më pas ka marrë vesh që babai ka vdekur, më pas ka marrë vesh që edhe nëna vdes. Dhe nuk mund të kesh më një besueshmëri apo të kërkosh intervista dhe deponime nga Rosalinda. Aq sa Rosalindës në momentin e nxjerrjes nga makina e pengmarrësit Ertil Buzi, ishte fejuara, ka treguar edhe një herë që momentin e pengmarrjes
dhe nuk ka përmendur parat, por nuk i ka mohuar ato. Po insistoj në këtë pjesë. Për shkak se kam dëgjuar deklarata shumë abuzive, kam parë edhe shumë tituj abuziv që duhet plikosh për të marrë vesh vërtetën e Rosalindës me Nertilin dhe nuk ka asgjë në të. Kam dëgjuar komente shumë thyese mbi një vajzë që ndoshta vendosi të jepte fund një marrëdhënieje dashurore. Dashuria nuk është shifër, që thua mbaroi dashuria, tashmë mbaruan edhe parat dhe mbaroi dashuria. Por një korrektesë për një të fejuar 9 vjeçar me këtë shkuar kriminale, me këtë presion psikologjik nga grupet kriminale që pavarësisht se u shpëtua nga forcat e policisë, ai rezultonte nën presion për atë borxh të pashlyer. Dhe vim pra nga dhjetopri 2025, ku Rosalinda merr urdhër mbrojtje 1 vjeçar. Në prill të 2026, në 22 prill, Rosalinda shkon në komisariatin e Roskovesit dhe thotë që Nertili po vazhdon ta përndjek atë. Realisht Nertili ka sjellë rrëfime që ka qenë me Rosalindën gjatë kohës urdhër mbrojtjes edhe në një hotel në Novotel. I ka deklaruar asaj që nuk e do për jetë hotelesh, e do për të qenë bashkë siç ishin kur u dashuruan, e do për të qenë shoqe jete. Nëse Rosalinda nuk e do, atëherë duhet të paktën në momentin që atij po i rritet presioni për të kthyer këto para, ai pretendon që më saktë ndjeri pretendonte që këto para ja kishte dërguar pikërisht të fejuarës së tij. Dhe këto konflikte kanë qenë prezente në telefonatat me tyre, por nuk janë bërë prezente në ndonjë akuzë për mashtrim ndaj Rosalindës, për shpifje ndaj Nertilit, për origjinën e parave të përdorura nga Rosalinda apo familja e Rosalindës, për shumë element që ngelen me pyetje të forta, sepse atje në fshatin Didisht, vilat me kamera, me djemt në Londër edhe në rrethinat e Londrës tregojnë për sakrifica të mëdha. Dhe Nertil Buzi ishte një nga ata që u quajt në thonjza golabërsi, pra që nuk kishte qenë korrekt me shtëpitë e barit apo me trafikun. Dhe nuk po mbroj Nertilin, sepse dua të them që profili psikologjik i këtij personi që u shndrua në një vrasës dhe në një kriminal gjaktot, tregon boshliqe shumë të mëdha të reagimit të Kemi shkëputje me gazetaren Laureta Roshi, do të tentojmë edhe njerë që të rilitemi. Po, Laureta, patëm një shkëputje të shkurtër, mund vjosh? Do të thotë që në këto momente që jemi, edhe urdhri mbrojtje ishte Rosalinda ndaj Nertilit, edhe vendimi që mori gjykata në 24 prill 2026 për arrest në shtëpi për Nertilin, nuk përfshin në të mos sepse ky djalë e përndishte Rosalindën dhe kërkonte patjetër sqarime dhe kërkonte kthim të pacurisë së vet. Kjo pacuri nuk shënohet as në raportin e policisë, të Nertilit deri në fundin e jetës së tij, që edhe në komunikimin me drejtorin e policisë Erion Ameti e ka komunikuar këtë gjë. Dhe një moment tjetër është që përpara se të mbrojtëhet në fshat njerëzit e Rosalindës. Një rrallje që e ka quar në ekstremitet qëndrimin e tij me këtë ngjarje. Po, Laureta, kam edhe një pyetje të fundit. A ka kush e vërteton se parat janë marrë nga ana e familjes vajzës? Mendoj se Rosalinda tashmë do ta ketë një fije ndërgjegje për të diskutuar mbi të fejuarit saj mbi bashkëtesën në Tiranë dhe mbi faktin se ku shkuan ato para. Në shtëpinë e Nertil Buzit nuk kanë mbritur asnjë darkë, pavarësisht se vllai i tij tjetër që ka mbetur gjallë është një emigrant në Gjermani dhe 6 motrat kanë një jetë familjare të rregullt. Edhe në shtëpinë e Nertilit nuk lexoi asnjë lloj luksi. Në aspektin e që ato parat kanë mbritur në shtëpinë e Nertil Buzit. Kështu që i takon një fije ndershmërie vetë Rosalindës për të hedhur dritë mbi këtë borxh që Nertili u kishte bandave të barit në Londër. Por ju besoni se ka indicit mjaftueshme se këto para janë dhënë për familjen e ishte fejuarës së tij? Fakti që ai këmbgultet e ke fejuar, ajo mund të di shumë më tepër, ndoshta për kohën që kanë bashkëtuar bashkë në Tiranë, ndoshta për një banesë të vlerë në Tiranë, nuk mund të baltos asnjë person, nuk mund të justifikohet asnjë veprim kriminal të Nertil Buzit, por them se e ka kryer në kushtet e tronditjes dhe në kushtet që asnjë institucion nuk reagoi siç duhej mbi të vërtetat e këtij çifti. Pra u anashkaluan të vërtetat që quan të çift në konflikt. Eksakt. Ju flisni si gazetare, por edhe si psikologe njëkohësisht, kështu që jeni e mirëkuptuar në këtë analizë. Si psikologe ligjore mendoj që jam parë që të shkoj faleminderit koleg. Mendoj që të kemi hedhur dritë mbi të vërtetën, do të thotë që të japim një përgjigje opinionit se përpara se të të përshëndes edhe të falenderoj shumë. A ka ndarë detaje e reja për momentet kur është marrë peng nga ish fejuari i saj, çfarë kanë biseduar me njëri tjetrin?
nuk ka ndarë fare, kjo më bëri shumë përshtypje, ajo në ato që janë publikuar, unë vetë nuk kam lexuar dokumentat policisë, por në ato që janë publikuar tregon vetëm vijueshmërinë në koshtrije që më zgjoi nga gjumi, më mori me forcë, pash babain të shtrirë në korridor, shtova te makina e tij dhe ecëm. Dakor? U tha që jo e kishte rrahur, jo, nuk kishte asnjë lloj shenje, kishte një shenjë në faqen e djathtë, ishte një person që po qante mbi dy arkmotët, ju thash, për shkrimi i fjalive të saj ishte ju vran babai dhe nënës, unë do marr hak për ju, ku do marri hak, e ka marrë vesh Nërtili është vetprar. Pra duket që ka disa skenar të mbajtur peng dhe pezull dhe nuk është vetëm aq që kjo vajzë nuk donte të ishte më me një person si Nërtili, se Nërtili ishte kështu apo ashtu. Nërtili ishte një jetë e humbur në trafikun e drogës, në mosmarrveshjes me grupeve kriminale, në fundit ishte një njeri që ishte me arrest në shtëpi për ndjekje dhe për shkelje të masës së sigurisë për urdhrin e mbrojtjes. Por në asnjë nga vendimet e gjykatës, tash edhe një herë, citohen konventat drejtat njeriut, por nuk citohet asnjëherë marrëdhënia reale mes dy personave. Laureta, faleminderit. Po. Faleminderit koleg, faleminderit. Shpresoj që opinioni të mos jetë kundër apo pro Rosalinës, kundër apo pro një krimi, por të shikoj që leku nuk është letër, dashuria nuk është shifër, që të themi dashuria mbaroj dhe të mos sqarohemi midis partnerëve, mos kemi një ndërmjetës në fisë që të sqarojë këtë situata, por ta rëndoj me veprime të dukshme, nuk do thotë se ai nuk i hiqej qafe vajzës, në asnjëherë të mëdhenjtë e një fisë që nuk janë bërë bashkë për të sqaruar këtë situatë reale. Qartë, faleminderit edhe një herë, Laureta. Faleminderit koleg, faleminderit. Shkëputemi